Tani na këto zgjedhje janë zgjedhjet e pesta brenda një viti, po thuajse një vit e gjys, por sidoqoftë janë zgjedhje të cilat janë imponuar nga zoti Kurti me një qëllim të vetëm për të arritur një qeverisje moniste ose një partijake në nivel të Kosovës. Po besoj që askush në Kosovë nuk është i kënaqur me zgjedhjet e shpeshta që janë bërë, askush nuk i dëshiron që të mos ketë institucione të qëndrueshme në nivel të vendit, por kushtetuta është e tillë, vendimi i gjykatës kushtetuese e ka imponu në një mënyrë ose në tjetrën mundësinë për mos zgjedhjen e presidentit dhe kjo pamundësi e çon vendin në zgjedhje. Prandaj po besoj që gjykata kushtetuese, edhe parlamenti, edhe institucionet e tjera, edhe partitë në përgjithësi do duhej vërtet me e imponu, me e rikthy pozicionin ose mënyrën se si parashef kushtetuta zgjedhjen e presidentit dhe jo gjykata kushtetuese. Kudo që shkon në Kosovë, çfarë sheh sot në Kosovë disa ditë para mbajtjes së zgjedhjeve? Kudo që lëvizën për rrugët, çfarë sheh? Vendumrim, stagnim apo progres saliti? Tani unë nuk shoh progres, realisht nuk kam pa dikon në Kosovë. Pse po them? Edhe ato që i kanë trashëguar nga qeveritë e mëparshme, edhe ato kanë nisë me u shkërmoqme. Ka probleme me autostrada, ka probleme me rrugë të cilat normalisht që pas një kohe duhet me undërru. Ajo, shtresa sipër me asfaltit, rrugët janë të qara me gropa veçanërisht në qytete, por edhe autostradat janë ashtu. Në anën tjetër ne kemi Albini ka fitu garën, votat, me besimin që do ta ndryshoj gjendjen ekonomike të Kosovës, do ta ndryshoj gjendjen në arsim pozitivisht, do ta ndryshoj pozitivisht çështjen në shëndetësi, në mënyrën e shkollimit dhe çka ka bërë, asgjë nga gjitha këto, është e njëjta situatë, por që e ka marrë pushtetin, por mbi gjitha ajo që nuk ka ndodhur paktën me vlerësu njerëzve me lëviz lirshëm nëpër Kosovë pa grupa. Çfarë do duhet të kishte Kosova sot në vitin 2026 që nuk e ka si pasjush? Vitin 2026 do duhej me pas një termoelektran të Kosovës që tretë, e cila do të prodhonte të paktën 700 megawatt energji elektrike, do duhet kishte termoelektranën me gaz të cilën e kanë ofruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mundësi për t'i konkuruar më shumë gazit rus për ta hequr influencën ruse nga Ballkani, sepse shumica e shteteve e kanë tani të Ballkanit e kanë marrë e kanë pranuar procesin e gazit të lëngshëm që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjë rast dhe asnjë s'është bërë. Dhe gjithë kjo ka pas një zhurmë për korrupsion. Ku është ai? Ku janë njerëzit që e kanë bërë korrupsionin këtu tani? A janë burg, a janë jashtë? A kanë emra? Të paktën dikur s'ke pas emra, e ke akuzu kryeministrin e Kosovës, por tani nëse ti i ke letra dhe i ke letra e atyre që mund të kenë bërë korrupsion, pse s'po i nxjerr? Nëse nuk ka emra të cilët sistemi i ka të skeduar në organet hetimore, në organet e zbulimit, atëherë do të thotë që ti ke gënjur gjatë gjithë fushatës së kaluar. Dhe tani ai po krijon një situata të tjera të natyrave të cilat nuk duhet me qenë në Kosovë,
përplasje me njerëz në rrugë, përplasje të organizuara për ta dobësu PDK. Cilat janë 3 arsyet e mëdha Arsyet- ose më shumë? Shka arsyet e Cilat- mëdha Haliti. nuk mund të bëj akuza. Cilat janë 3 arsyet e mëdha përse Kurti dhe pushteti i tij nesër me 8 qershor duhet të mbesin në opozitë? Arsyeja kryesore është për mua, ky e ka ndërprer trendin i cili ka qenë i formsuar edhe politikisht edhe me program, trendin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, dhe përmes këtij trendi po them edhe njohjen e 5 shteteve të tjera të cilat nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe integrimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe NATO-n, edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe Këshillin e Evropës. Të gjitha këto, për cilat edhe ky ka bërë zhurmë, pasi që e ka gjetë rrugën e qelun, më thënë rruga treni ose rruga ka qenë e hapur në këtë drejtim, ky e ndërpreu, ofendoi, më thënë, Amerikën, ka ndodhur për shembull. Kemi pas një rast shumë tron, për shembull, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës është godit në oborin e Parlamentit Kosovës. Tracy and Jacobson, po. A di çfarë më thënë, papjekunie politike do ta quaja, dhe çfarë gabimi i Iran është ai, gabim i cili nuk falet. Nuk falet. Ata nuk trehen, por nuk e falin politikisht. E para. E dyta, raportet me Amerikën i ka dobësuar në përmasat që e ndërpren për shkak veprimeve të qeverisë dialogun strategjik SBA Kosovë. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione kundër Kosovës, kundër qeverisë Kosovës, me pasoja ndaj qytetarëve të Kosovës. Dhe gjitha këto, me i përmbledh, janë akuza politike, po them, dhe përgjegjësi politike e qeverisë së zotit Kurti, e cila edhe për të ardhmen do të ketë pasoja të rënda. Pra, na kemi nevojë për një qeverisje pa ngarkesa, do të thoja, të së kaluarës, ngarkesa të cilat kanë ndikuar që të ndërpritet trendi i Kosovës për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe për të pranuar në KB dhe në këto institucione që po them. Ajo që është më skandalozë është raportet me Shqipërinë. Kjo është diçka që nuk pranohet. Kushdo që të jetë në Shqipëri duhet me bashkëpunu dhe duhet me i ndreq këto raporte. Fushata që bëhet e maskuar në emër të nacionalizmës, por nga këto mediat të cilat i kontrollon Albini, është e papranueshme në raport me Shqipërinë, për cilin do institucion. Na kanë akuzuar që neve kanë qitë fotografit, jo kush e ka takuar atë Dojqiqin, kush e ka takuar njërin, kush tjetrin, të pas parasysh që nëse dikush ka i është bashku krimit, ose veprimeve të kundërligjshme, duhet me dhënë llogari. Kush do qoftë ai? Drejtësia, para drejtësisë jemi gjithë barabartë në Kosovë dhe nuk para ligjit, po të më thënë. Gjithë këto ai i ka refuzuar dhe ajo që është më skandaloze që do ta quaja është papërgjegjësia e tij në raport me drejtësinë. Nuk ka shkuar për të marrë pyetje në kohën kur e ka thirrë prokuroria për qoftë si dëshmitar, qoftë si të dyshuar, s'ka rëndësi ajo, ti duhesh me shku dhe me bë deklaratën tonë në prokurorinë e përgjithshme. Qysh e kanë ftuar? Pra, ka dhënë një mesazh të keq, që nëse je i fortë, nëse je edhe i rujtur
në njën nga forcat e shtetit, ose nga shteti, po e quajmë, se shteti është forcë, atëherë ti mundesh mos me shku as në prokurori, mundesh mos me shku me dhënë llogari as në parlament. Dhe çështja tjetër është llogaridhënia në parlament. S'ka llogaridhënie në parlament. Ka fushat denigruese nga të organizuar nga ata eksponent e vetëvendosjes dhe eksponent që kanë qenë dhe janë mbështetës të qeverisë. Ne kemi nevojë dhe për të marrë vesh për disa çështje që kanë bëjnë me qeverinë, ka nevojë edhe qytetari, po mbi të gjitha llogaridhënia është e obliguar me kushtetutë dhe me ligj për funksionimin e parlamentit. Politikën e jashtme të këtij pushteti në detyrë e kritikuar për gjithë këto vite sa është ende në detyrë në pushtet. Në politikën e brendshme tërhoqet shqetësimi për mos llogaridhënien e parlamentit e refuzim të përballjes me drejtsinë. Këto janë pikat që e goditën Kosovën, thu Haliti? Po sigurisht që e kanë godit Kosovën edhe këto. Po mbi të gjitha kemi çështjet e brendshme, siç është shëndetësia. Na kemi pas disa debate në parlament. Tani unë nuk e di çka ka përmirësuar në sistemin shëndetësor, sepse ka hy me atë logjikën që unë kam e bërë shëndetësinë me krahasu me BE-n, ai ka bërë sigurimin shëndetësor. A ka premtuar sigurimin shëndetësor? Po. Ai ka bërë. Ishte zotëmi viti 2021. Ai ka bërë. Si ka bërë? Çështja tjetër është arsimi. Na kemi një arsim, po them që është në gjendje të mjerueshme. Pse po e them? A janë llogarit që këtë vit kanë qenë 4 milion mungesa në shkollat tona. Mungesa të nxënësve, shkolla fillore, shkolla... Me dhe për arsye, po? Tani, në një sistem shkollor ku 4 milion mungesa bëhen dhe kërkush nuk shqetësohet për këtë, duhet me ditë se çfarë shkolle kemi. Nuk po du me përqesh sepse njerëzit në arsim, mësues, arsimtarët, japin kontributin e vetë në bazën e asaj që e kanë program. Por duhet ta marrë një shembull vërtet shumë domethënës, reformën e arsimit në Kanada, që Kosova do duhet ishte një shembull, ndoshta për Ballkanin, s'po them për Evropën. Atje reforma ka zgjat 25 vjet. Sepse reforma duhet filloj që në qerdhet fëmijëve. Nuk mundet me u bë me vendimet as parlamentit as qeverisë. Dhe ajo kërkon vite që t'ja prezantat po. Dhe jemi në kushtet kur realisht sipas deklarimeve publike që janë sot, duke u mbështet në trendin që është me inteligjencën artificiale, kanë me merë vetëm 3 profesione realisht rentabile në botë. Dhe na duhet me qysh me organizu me e akomodu shoqërinë, po. Qa duhet me bo? Pa një reform të tillë, nuk mund të quhet reform pse dikush din me hap Facebook-un ose din me ushan Facebook. Arsimi është boshti i zhvillimit një shoqënie. Ne sot ende flasim për një zotim të pa zbatuar që prej më shumë se 10 vitesh, e më shumë ndoshta, për çantat me pesha të rënda që mbajnë zoti Haliti fëmijët. Ende diskutohet për një problem që shkakton pasoja në boshtin kurrizor të fëmijëve nga çantat me pesha të rënda. E nuk flasim për kurrikulum, për përmbajtjen, për një diçka që e akomodon shoqërinë në nevojat e së ardhmës. Ne duhet, po besoj, që duhet patjetër me marrë tani një shembull dhe me apliku një mënyrë të arsimit që e ka një shtet i Bashkimit Evropian i cili është i mirë. E
Finlanda, tazëm është një prej... Finlanda, është Zvitra, natyrisht, është kjo Kretë vendet e Bashkimit Evropian. Lituania, Estonia, që kanë ndërtu një arsimim të jashtëzakonshëm për një periudhë kohore shumë shkurt, të cilët japin produkte për gjithë botën. Tani duhet me menduna me dhënë produkte. Ky është teras kombëtar, zhvillimi i arsimit. Kemi një produkt këtu që këta të rinjt janë shkolluar, janë të angazhuar me programe të ndryshme, janë të angazhuar dhe punojnë për kompani edhe jashtë Kosovës. Globale, po. Por duhet me prodhu, po them, dije... Arsimi për ju prioritet mbi prioritet është. Po, arsimi është. Sepse në gjendën e tashme është sipas jush si e definoni? Si e cilësoni? Shiko, na po prodhojmë, tash unë nuk kam statistikat sakta, por kemi produkt të jashtëzakonshëm të masterave, të doktoraturave, të asaj, por kemi një situatë kur po prodhojmë tituj dhe s'kemi vend pune për ta. Kemi mjek, pave që s'kan vend punës. Kemi pothuajse nga të gjitha profesionet, me shumicë kemi dhe s'kemi vendet punës. Diçka nuk ka rregull. Tani çka bojmë këta? Kanë ikë jashtë. Kanë ikë 300.000 shqiptarë për Kosovës. Pse? Sepse s'kan punë këtu.